Në qytetin e Korçës është çelur ekspozita Gjurmë Dijesh Fletoret e para për të kremtuar ditën e mësuesit e njëkohësisht 138 vjetorin e hapjes së mësojnëtore së parashqipe në vendin tonë. Në këtë ekspozitë, Biblioteka e qytetit publikoi për herë të parë regjistrin e shkollës fillore femërore 1923-1924 dhe të viteve 1945-1946. Biblioteka do të prezantohet me regjistrat e shkollës fillore femërore që datojnë nga viti 1923 deri në vitin 1950. Të shkolla, të cilat kanë ndjekur rrugën e çeljes së mësojnëtores së parë shqipe, janë të rëndësishme sepse nuk ishin vetëm vende mësimi, por edhe ishin vende ku kultivohej vetëdia kombëtare dhe forcimi i rolit të gruas në shoqëri. Vlet të theksohet se në një nga regjistrat në fletoren e jetës së shkollës, kjo shkollë daton që në vitin 1867, dhuruar nga filantropi Anastas Lakçe, në fillim ka qenë një shkollë mikste, domethënë një shkollë për vajza dhe për djem, më pas me dhurimin e liceut kombëtar nga filantropi Irakli Duro. Kjo shkollë do të marrë emrin parthenologjike ose shkolla qytetase. Nga viti 20 deri 22 në këtë shkollë studionin djemt, më pas në vitin 1923 do të kthehet në shkollë fillore femërore, e cila do të marrë dhe emrin shkolla numër 3B. Pjesë e ekspozitës ishte koleksioni i fletoreve prej vitit 1920-1955, të ruajtura nga koleksionisti Mirgen Shambli. Koleksioni është shumë i madh, mund të themi rreth 200 fletore, afërsisht, ku kemi prezantuar 40 fletore. Fletoret janë me tematika të ndryshme, janë fletore matematike, shkrimi, fletore bukur shkrimi, kemi fletore vizatimi, fletore të pëndores. Ideja e krijimit të këtij koleksioni është që të ruhet vlera e trashëgimisë kulturore ose vlera e të shkruajturit shqip tonë. Edhe me rastin e 138 vjetorit të çeljes së shkollës shqipe, është bërë një ftesë kartolin me një emision të postës shqiptare në vitin 1987 për 100 vjetorin e themelimit të shkollës së parë shqipe. Aktiviteti u organizua nga Muzeu Kombëtar i Arsimit në bashkëpunim me koleksionistin Mirgen Shambli, Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Korçë dhe Bibliotekën Publike Thimi Mitko. Drejtoria e Muzeut të Artit Mesjetar Fioralba Prifti, që administron njëkohësisht dhe Muzeun e Arsimit, tha se kjo ekspozitë vjen si një urim i veçantë për këtë festë. Këtë herë ju dedikuam gjurmëve të para, fletoreve të para të shkrimit të shqipjes, të bukurshkrimit, duke filluar prej 1920-s që i takon më e hershmja dhe deri në fillim të viteve 80. Janë shumë të veçanta, fal koleksionit personal dhe dashamirësisë të zotit Mirgen Shambli, i cili me dëshirën më të madhe pranoi dhe organizoi këtë ekspozitë të veçantë, gjithashtu fal Bibliotekës Thimi Mitko që publike të Korçës, i cila mban libra dhe koleksione të mrekullueshme të traditës së arsimit dhe zhvillimit të arsimit në qytetin e Korçës. Në hapjen e shkollës së parë shqipe, nxënësit shkruanin mbi pllaka grafiti, pikërisht një e tillë e cila disponohet në koleksionin e muzeut, u ekspozua për qytetarët.